Çështja mund të shkojë dhe në gjykatën kushtetuese, por pasi ky parlament të bëj interpretimin e tij origjinal, të tregoj vullnetin e tij për dekriminalizimin, pra pasi të vendosim këtu mundësisht unanimisht së bashku marrimin e mandatit zotit Frogu. Çdo qendrim tjetër rikonfirmon se kjo mazhorancë krimin e ka marrë në sqetull. Sot në këtë rënd të dis nuk mund të hidhet në votim ai propozim i ardhur nga Këshilli Rregullor sepse është tërësisht i pabazuar. Sot në votim do hidhet heqja e mandatit të deputetit Mark Froku si rezultat i asaj që thot kushtetuesa se mas 6 muajsh mungesë në kuvend, mandati ikën. Se radhe kam shumë të lehtë. Vaj me det me këtë opozit. Më falë, zoti Ristani, po ande nga jeti dhe nga jamuni thonë, qeni rraur që kulisht nuk bëhet do të qënstani. Te kanë vendosur të bësh qënstani, jo kulish. Unë kam punuar dhe jetuar me zotri njerëz, nuk kam qenë ndonjëherë në botën e qenëve. Kam mësuar dhe një gjë tjetër që jo çdo qeni që del përpara duhet i bish me gur, sepse humb kohën. Vazhdojmë diskutimin siç e kishim dhe mos merremi me qend. Nuk kemi të bëjmë thjesht me rastin e deputetit në fjalë, por kemi të bëjmë me zgjidhjen kushtetuese të këtij rasti që mund të shërbejë si precedent në të ardhmen edhe për raste të tjera.